Përshëndetje gjithëve, mirë se keni ardhur në 25 jemi përsëri këtë të mërkur, ku kemi përgatitur një emision tjetër për juve. Jemi pra në episodin e dytë të emisionit Flet Zemra Jo Mendja. Sot kemi përgatitur këtë sepse është dita botërore e librit dhe para të që lexojnë libra e dinë se çfarë vlere ka libri dhe sa është i nevojshëm libri ta kemi pranë nesh. Po ashtu se jam vetëm, por në një formë i beqe, nuk jam vetëm sepse jam me juve, pra jam me shikuesit e emisionit të kanalit 25 të emisioneve që i përgatisim për ju, pa kalu tek tematika dhe të ato që kemi përgatitur për ju. Mos harroni ta bëni subscribe kanalin ton 25, po nëse ju pëlqen në fund të emisionit e bëni edhe like videon. Dhe po vazhdojmë tani me këtë që kemi përgatitur për ju. Kjo emision pak a shumë do qetë, siç e keni parë episodin e parë, mbi ato ku do të flasim i gjuhën e poezisë. Pra do të mundohemi të flasim me poezi, kuptimi i poezisë, pse shkruhet poezia, kujt i shkruhet poezia, dhe këto do të qenë pak a shumë ajo që dojmë të sillim para jush. Pra tani për sot kemi përgatitur një poezi nga disa poezi, por po e fillojmë me poezinë e poetit shkrimtarit Lazgush Paradeci, ku sot kemi marrë poezinë Malli. Vjen një zë që nga larg më thret, më merr ma vete, o shok i vjetër. Dhe zemra më rreh pa pushim, si një zog i mbyllur në grackë të jetës. Netët e gjata ku hën as ndrit, e shpirti vetmit i shkon me mall. Më del para fytyra jote, e bukur si lulja në pranver. Të dua me gjithë shpirt, me gjithë gjakun që më rrjedh ndër teje, si yll që sfik në kup të natës, ashtu më digjet në zemrën time. Pra kjo është një poezi cilën ka ndjeshmëri, ka i kushtohet dashurisë asaj cilës i mungon. Pra çdo herë njeriu pak a shumë e kërkon ata, por ndonjëherë i duket se po thret diçka nga larg. Është ai mall që kemi brenda nesh, ka raste si tek pjesa më merr, vjen një zë nga larg. Më thret, më merr ma vete, o shok i vjetër. Pra çdo herë na thret diçka, na duket se po na thret ndonjëherë edhe me të vërtet na thret, pa e kuptojmë atë thirrje që na bëhet. Është ajo pjesa e momentit, sa e kuptojmë në momentin, sa mund të presim nga ai moment. Ndërsa edhe është ajo tek ku vazhdon më pas te pjesa dhe zemra më rreh pa pushim, si zog i mbyllur në grackën e jetës. E kemi këtu pra grackën e jetës, pra ndonjëherë i mbyllur dhe nuk mund të arrijmë te ajo që e dojmë. Nga një frikë se ndoshta e humbim, apo është ajo i mbyllur në grackë sepse nuk kemi atë vetbesim që shkojmë deri atje ku dëshirojmë. Kemi të përfitojmë ata që ajo që e dojmë, të ftojmë para ta. Por edhe kjo grackën e jetës i bie edhe kjo ka kuptimin, dinamikën të cilën e ka jeta. Pra në disa momente him në dinamikën e jetës, na merr jeta përpara me punët e saj, me çdo gjë që ndodh rreth nesh, dhe kjo na largon nga ajo që ne dëshirojmë ta kemi. Për këtë arsye ne duhet çdo herë të japim deri të arrijmë ajo që e dojmë, pa ndonjëherë edhe dinamikën e jetës duhet të them tani ndalu pak, sepse do i përqendrohem kësaj, do i përqendrohem vetes, do i përqendrohem asaj që e dua, të arrij atë që e dua. Dhe kjo çdo herë që e shohim në të gjata te çdo poet kemi natën, gati te çdo poet që i shkruajmë kemi natën dhe hënën. Ndoshta është edhe ajo ku ka shumë yje,
brenda natës, por hënën, çdo njeri e ka hënën e tij dhe e kërkon atë dhe e sheh vetëm ata. Yje mund të ketë, pra siç ka edhe shumë njerëz në këtë tokë, edhe pse yjet janë më të mëdhej, por janë më larg nesh dhe ne dojmë vetëm hënën tonë. Është ajo, pra toka e ka një satelit e cila është hëna dhe ne kërkojmë ndoshta ajo që e tërheqim ne, por dhe duam çdo herë ta shohim. Kurse yje kemi shumë, kemi diellin, kemi tjera, por ato nuk na bëjnë përshtypje, por na bën ndoshta më e vogël për ajo që është më afër nesh. Tani kam përzgjedhur edhe disa poezi tjera, ku e kemi Rainer Maria Rilke, në poezinë Dashuria. Dashuria është e vështirë, por ne duhet mësojmë. Të dua me gjithë mundim, me gjithë gabimet. Sepse të duash nuk është vetëm ndjenja që lind, por është një punë, një arritje e përditshme. Është të qëndrosh ku tjetri ikën, të kuptosh pa folur, ta presësh pa shpresë. Ta duash do të thotë të jesh i pafuqishëm dhe megjithatë të ndihesh i plot. Kjo është dashuria që nuk të mbron, por të jep kuptim. Pra, këtu na drejtohet, pra kjo poezi na drejtohet në atë formën se dashuria është e vështirë, por ne duhet të mësojmë. Pra, çdo njeri gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë jetës tij mundohet mëson diçka nga format e ndryshme, nga ajo që i ndodh në jetë. Pra dhe dashuria vjen ndoshta çdo herë mund të gjen njeriu të papërgatitur, sepse ajo nuk dihet se kur vjen. Dhe nga kjo njeriu pak a shumë mëson diçka, por duke kaluar koha dhe mëson se si do të sillet. Edhe me gjithë ato gabime që i bën, pra e kemi këtu, edhe pse bën gabime njeriu mëson. Edhe nga gabimet, pra duhet mësojmë nga gabimet, sepse po nuk mësojmë nga gabimet tona, atëherë ne do të bëhemi mësim, ose duhet mësojmë edhe nga gabimet e tjerëve. Sepse po mësojmë edhe nga gabimet e tjera, edhe nga gabimet tona, do të bëhemi mësim për tjerat. Kështu që shohim tjerat dikun ku ka gabuar ata. Mos i bëjmë ato gabime, sepse po i bëjmë ne ato gabime, ndoshta do të kemi mësim për dikë pas nesh ose që na shikon. Sepse të duash nuk është vetëm ndjenja që lind, por është një punë, një arritje e përditshme. Pra, ndjenjat vinë, shkojnë, por dashurinë nuk e kemi vetëm ndjenjat. Por kur dashurohet njeriu, i kalon disa rrugë ku shkon çdo herë të rriten. Edhe ato ndjenja ndoshta, por edhe ndjenjat për në vetën të njëjta, rritet respekti, rritet kuptimi. Pra, në dashuri shtohet ajo që e kupton njëri tjetrin. E kupton edhe kur nuk fol. E kupton pra në çdo formë, në çdo lëvizje, arrin ta kuptosh, dhe kjo është një punë, gati një punë për të arritur të kuptojmë tjetrin. Por edhe dashuria nuk është që çdo herë të mbron, por të jep kuptim. Në një formë është ajo që e mbulon ose të plotson. Në dashuri kemi atë pjesën, pra që çdo herë njeriu kërkon atë që e plotson. Edhe po qëtë e kundërta, edhe po qëtë kontrasti, pra. Por mund qëtë kombinim. E bardhë me zezën janë kontrast, por ka kombinim me tyre. Këmisha e bardhë me pantallona të zeza është kombinimi gati klasik, por është ndoshta edhe kombinimi që përdoret më së shumti. E çdo herë njeriu, edhe pse ka kontraste, por brenda tyre gjen atë që i ka munguar, dhe me këtë kontrast, edhe pse kanë nga njëri tjetri, edhe pse dallojnë, kanë gjetur kombinimin e tyre. Me këtë kombinim sjell një peizazh në jetën e tyre, një peizazh drejt asaj se si do të jetojnë jetën. Por
ky peizazh do qetë edhe më shumë për ata të cilët e shohin nga jashtë ata dy. Dhe për këtë, ndoshta për dashurinë do të ketë shumë poezi, do të folet edhe më shumë në emisione tjera, por për sot do t'i përdorim dhe do të hym pak edhe te këto dy poezi tjera të cilët i kam përzgjedhur. E për poezitë e dashurisë do të ketë emisione tjera, do të kemi kohë ne të jemi para jush, ku do t'i flasim këtë tema edhe më thellësisht. Tani kam një poezi nga poeti shkrimtari Charles Bukowski, është poezia Dhimbja. Dhimbja nuk bërtet gjithmonë, ajo qëndron në qoshe, pi cigare në hishqe. Nuk thot asgjë, thjesht rri dhe pret, që të afrohesh, të ulesh pranë saj. Dhe njëherë të kafshon pa mëshirë, por ajo është aty, gjithmonë aty, dhe ti kur bën, si kur nuk e njeh. Pra çdo herë njeriu ka një dhimbje, çdo kush ka dhimbjen e tij, ndoshta ju të gjithë njerëzit mund t'i dallojmë ato dhimbje, qoftë nga ajo arsyeja emocionale apo nga çka i vjen, nga ajo çka ka humbur, sepse dhimbja nuk vjen për diçka që marrim, por çdo herë është nga ajo që humbim. Pra dhimbja nuk bërtet, është gjithmonë aty, por vetëm me pretet momentin kur humbim. Qëndron në qosh, heshqe, siç po thotë Bukowski, pi cigaren heshqe. Pra nuk e di se do të vjen një ditë, e di se do të ketë pranë njeriut një ditë ajo dhimbje. Dhe vetëm atë duke e pritur atë momentin se kur t'i afrohet më shumë. Dhe pra nuk e ka problem se ndoshta nuk do të vijë kur. Në heshqe, pin cigare, derisa të vjen ai moment që është duke e pritur kur njeriu e pëson atë një humbje. Ndonjëherë shikon si mik, ndonjëherë të kafshon pa mëshirë. Pra, ndonjëherë ajo dhimbja dhe që thënë është dhimbje ngushëlluese. Për të munduar, pra me dhimbje ta kalojmë, ta largohemi nga ajo që na ka ndodhur. Me dhimbje e përjetojmë, por dhe është mik, është ngushëlluese, por ndonjëherë të kafshon në momentin të papritur. Pra atëherë kur nuk e pret vetëm vjen ajo, sepse rrethonat e jetës janë ndryshme dhe njeriu asnjëherë nuk e di kur do të humbë diçka. Por ajo është aty, gjithmonë aty, dhe kur bën sikur nuk e njeh. Nuk dëshirojmë ta pranojmë si humbjen, po ashtu edhe se kemi dhimbje. Por ajo është diçka që është aty, do të jetë aty dhe nuk kemi, përsa ko jemi në këtë tokë, nuk kemi mundësi të largohemi prej saj. Por, na ndoshta bëhemi se nuk e njohim. Nuk dëshirojmë ta pranojmë, por duhet ta pranojmë dhe ta kuptojmë dhe të ballafaqohemi me dhimbjen derisa ajo të kalon. Sepse për sa kohë nuk ballafaqohesh me atë, ti ndoshta mundohesh dhe mendon se ja bëj disi dhe kalon, por nuk kalon për sa kohë nuk ballafaqohesh me ta. Dhe për këtë duhet kohë, sepse asgjë nuk kalon pa e marrë kohën e saj, por edhe asaj do i vije fundi një ditë, çdo dhimbje ka një fund, por më mirë një fund i dhimbshëm se sa një dhimbje pa fund. Sepse kësaj ditës nuk dim se çfarë t'i bëjmë. Tani po kalojmë tek poezia e fundit për këtë emision që e kemi përzgjedhur, por ndoshta do të jetë pak poezi edhe ndarje me emisionin. Është poezia e Sara Tezdal, ndarja. Mos qaj për mua kur të iki. Jeta është plot me fillime të reja.
ndoshta në një agim tjetër do të takohemi përsëri pa emra. Do të jem aromë në një libër të vjetër. Ti do të jesh tingull në një këngë pa fjalë. Ndarja është vetëm një dritare që e mbyll për pak kohë, për shpirtra që kanë dëshiruar ndonjëherë nuk harrojnë të gjejnë rrugën. Çdo njeri ka ndarjet që i vinë, qoftë ajo nga një person që i do, po çdo herë ndarjet janë nga ato që i do. Ato që nuk i do nuk mund të ketë ndarje me ato, sepse nuk ngjen diçka për ato, por çdo herë duhet të kenë ndjenja që të kemi një ndarje. Por çdo largim nga ju mund të jetë një fillim i ri, si për ata, si për ju. Duhet shikohet për një fillim të ri, se si do të ballafaqohesh dhe si do të kalon ajo periudhë, ato ndjenja, mërzia, ato nuk i dihet. Por njeriu duhet të ketë një fillim të ri, sepse nuk është fundi i botës pa çdo ndarje. Mund të ketë edhe ndarje me persona që i do, për në ndarje që është nga vdekja. Dhe duhet pranohet se nuk është më. Po është edhe për këta që janë të gjallë, por është ndarja, duhet pranohen se më nuk do të jenë me ty. Dhe duhet vazhdohet në rrugë, në fillim të ri. Ndoshta në një agim tjetër do të takohemi sërish pa emra. Pra çdo herë njeriu, pra agim një ditë tjetër do të takohemi sërish pa emra. Në një formë pra do të takohemi ku do të kemi ndryshuar, nuk e njohim një tjetrin ashtu siç kemi njohur më herët. Pra e ndryshim nga që kemi ne nuk është edhe si kemi qenë dikur. Pra ka kaluar një kohë, kanë kaluar disa sfida dhe na kanë bërë me përvojë dhe më ndryshe tani i shohim gjërat. Unë do të jem aroma në një libër të vjetër. Ti do të jesh tingulli në një këngë pa fjalë. Pra çdo herë është kjo, librat e vjetër kanë diçka. Ndoshta edhe vetë vjetërsia e tyre e tregon, por aroma e një libri varet edhe shumë nga se sa është lexuar ai libri, sa është hapur ai libër të lexohet. Ndoshta dhe pak a shumë edhe kjo aroma e një libri të vjetër, ndoshta njeriu çdo herë kthehet ta lexojë një libër që e ka lexuar një herë. Dhe kjo do të jetë pak e rrezikshme, por edhe këngët dhe tingujt, në këngët pa fjalë. Të dyja bëhen bashkë dhe shkojnë kur fillon të lexosh një libër dhe në veten vetëm tinguj. Dhe ti kthehesh ndonjëherë edhe asaj nostalgjisë. Nostalgjia që vjen nga greqishtja e lashtë, që dë nostas, e cila është kthimi në shtëpi në këtë formë, dhe logos është dhimbje. Pak a shumë pra nostalgjia është kthim në dhimbje. Dhe nëse se kthehemi ndonjëherë tek një libër i vjetër, ndoshta kërkojmë të kthehemi pak në ato dhimbjet e vjetra. Ndarja është vetëm një dritare që e mbyllim për pak kohë. Pra, dritarja është përdorur në këtë rast sepse shpesh edhe përdoren dritaret kur shkon dhe qëndron para një dritare vetëm që ta shohësh nëse del dritare, ose qëndron te dritaret nëse kalon në rrugë dhe e mbyllim për mos na pa as mos shohim. Por shpirtrat që kanë dashuruar ndonjëherë nuk harrojnë të gjejnë rrugën. Pra, çdo herë është
tërheqja ndaj njëri tjetrit, e gjejnë rrugën, në qoftë se është shpati njëri tjetrit dhe ata do të takojnë përsëri, e se e pranojnë ata, nuk e di. Por kjo i jep shpresë që çdo ndarje është fond për sa kohë që ka jetë mund të ketë edhe ribashkim përsëri. Për më tepër ju faleminderit që ndoqët emision deri në këtë momente. Shpresoj që ketë pëlqyer. Nëse keni diçka mbi këto poezi tjera që duhet komentohen, na shkruani në komente ose ku të mund të na shkruani. Faleminderit që ndoqët deri tani emisionin, ne do të vazhdojmë emisionin, ka qavë, pra isha vetëm por jo vetëm sepse kam publikun që na shikon. Deri në emisionin e radhës, ju dëshiroj një javë të bukur, të qetë, lumtur dhe mos harroni ta bëni subscribe kanalin tonë 25 State, like videon nëse ju ka pëlqyer. Mirupafshim deri në emisionin e radhës.